Ja dhe kemi sërish së bashku dhe do lidhemi tani me Miss Ellen, ose si që ka ajo emrin e plot, Marinela Gusturanin, e cila është edukatore bilinguale që jeton tashmë shumë vite në Amerikë, por që nuk ka harruar rrënjët e saj dhe aq më tjerë për gjuhën e bukur shqipe. Nëse mund të ju lutem regjat më mundësoj lidhjen. Përshëndetje, dëgjojmë? Përshëndetje, po. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot dhe aq më tepër faleminderit që jepni një kontribut të tillë dhe që mundoheni që t'ju mësoni gjuhën e bukur shqipe fëmijëve shqiptar kudo që ata ndodhen. Faleminderit ju që më thuat në emision dhe po më ndjekni edhe më le që të flas për këtë program që kam filluar. Besoj se ju, përveç faktit se ju keni lindur në Shqipëri, keni ikur shumë e vogël që atje. Që sa kohë jetoni në New York, në Connecticut më saktësisht? Unë këtu kam ardhur afërsisht 6 vjeç. Tashi në fakt bëj 24 vit në Amerikë me familjen time, por gjithashtu e kam mbrojtur shqipen edhe jam krenar që të jem shqiptar. Si mund të flisni kaq mirë shqip? Dhe e flasin të gjithë edhe familjarët e tjerë shqipen, ose ka qenë një pasion juaj personal ky? Familja krejt flet shqip, jam martuar edhe me shqiptar, jam në shqip, domethënë gjithë ditën duke folur me prindrit, po edhe familjen më shumë e kam në Shqipëri, edhe mbaj shumë kontakt me ata që ta mbroj shqipen. E kam pas pasion për herë që mos ta harroj ku jam lindur edhe kush jam vërtet, se jam shqiptar. Edhe e shoh që më shumë besat dhe nipat që kam e kanë vështirë që të flasin shqip, por akoma mundohemi shumë që t'ja kemi rreth atyre që të flasin sa më shumë. Po pse gjithë kjo dashuri për gjuhën shqipe? Sepse ne shohim rëndom njerëz të cilët kur largohen nga vendet shqipfolse në një vend të huaj, më shumë ju folin edhe fëmijëve, edhe ndërmjet veti flasin në gjuhën e atij vendi dhe shqipe nuk është e përdorin edhe aq. E kuptoj shumë që është një gjuhë që është veçantë, edhe unë besoj që duhet jesh krenar që ta kesh shqipen akoma, kur je shqiptar du ta mbrosh atë. Unë që vogël thash kam pas familjen më shumë jashtë shtetit, prapë në Shqipëri, edhe nuk doja që ta humbja atë komunikimin me ata. Unë jam shumë e pasjuar që ta kem këtë mision më vërtet për veten edhe për krejt shqiptar që edhe kalamajt mos ta humbim atë gjuhën tonë. E kam pas edhe gjatë shkollës që kam bërë në Amerikë, jam ndjekur shumë me societën shqiptare, kam pas qenë prezidente e societës shqiptare në universitet, jam shumë pjesë të lidhur me komunitetin shqiptar që mos ta harrojmë nga jemi, se në fund fare jemi shqiptar, e do të jemi krenar, të jemi shqiptar që ta mbrojmë, të kemi ata identifikimin ton, edhe këtu në Amerikë sidomos jam shumë e mësuar me atë që duhet t'jesh krenar për kë je, sepse është veçantja jote, është identifikimi jot, edhe unë për herë kam pas atë pasion që ta mbroj atë, që t'jem e njohur që jam shqiptare, mos ta harroj kush jam, vendlindjen e babis tim, edhe timin, po edhe që djali im që ta ketë atë mbështetje që është shqiptar, edhe mos ta harroj kur. Dhe ju përgëzoj sepse flisni kaq bukur shqipen, aq më tepër më sa gramatikisht kam pas qenë, domethënë edhe ndërkohë që edhe ne që jetojmë këtu ndonjëherë dhe që flasim në përditshmëri edhe gjithandej shqipen, ndonjëherë i ngatrojmë, por ja që nuk është ky rast tek ju, kështu që ju përgëzoj për këtë fakt. A ka ndikuar dhe fakti që keni ruajtur kontakte edhe me familjarët të cilët nuk jetojnë në Amerikë apo në vende të tjera, por jetojnë në Shqipëri, apo ndoshta edhe vizitat e shpeshta në Shqipëri që të jenë këto rezultate sot? Po, shumë. Unë edhe pasioni që të mësoj shqip është dhe pasioni që të jem shqiptar, të shkoj në Shqipëri, që të kem lidhje për herë me Shqipërinë. Nuk dua ta harroj askush ta harroj, se është vend shumë i bukur, ka kultura veçantë, ka gjithçka që unë dua që ta shpëndaj, edhe jo vetëm me shqiptar, por edhe me amerikanë, edhe njerëz të huaj ta dinë që Shqipëria ekziston, është vend shumë i bukur, shumë i mirë që ta shikojnë, jo vetëm po të jesh lindur aty, por edhe familja që janë të bashkuar, që për herë ta kenë atë lidhjen prapë në Shqipëri të shkojnë. Unë jam shumë krenar që jam në Amerikë, por nuk ka harroj kur që kam njerëz në Shqipëri, që kam
vendin tim Shqipëria. Edhe për herë kam dëshirë që të shkoj, mundohem sa më shumë të shkoj. Dihet që jeta është pak shumë, jo pak, për shumë shpejt, edhe gjërat dalin që nuk mund të shkosh, puna, po jena falënderues për internetin, kemi për herë lidhje, shkojmë sa mundemi që të flasim edhe ta kemi atë lidhjen për herë me Shqipërinë. Dhe një nga gëzon shumë ky fakt. Ju keni, me këtë ide, me këto plane, keni filluar dhe një kanal në YouTube, keni filluar dhe disa faqe në rrjetet tuaja sociale, ku ju krijoni kontente të lidhura me gjuhën shqipe, me qëllimin që edhe fëmijët të mësojnë shqip. Më thoni pak, si erdhët deri tek ideja për të bërë këto video? Ideja erdhi nga ajo pasioni që kam të jem mësuese, po edhe që ta kem lidhjen me Shqipërinë edhe me vendin tim. E kam pasion që ku kam qenë e vogël për mësuesi, nuk e kam pas asnjë ëndër të kisha ndonjë dëshirë të bëj diçka tjetër, edhe e kam pas atë lidhjen me Shqipërinë tash për familjen, por edhe pash në Amerikë që duhet të kishe lidhjen me vendin tënd. Tash që jam rritur edhe shoh mungesën pak në televizor që nuk kisha gjëra shqipe, që prindrit, unë vetë, nipat e mbesa të jenë të qartë për çfarë shohin kalamajt në televizor, se shef gjithçka. Edhe më doli kjo idea që unë të kem diçka të pastër, të edukuar, të kem atë pasionin tim që tjetë të lidhur me Shqipërinë, po edhe me çfarë unë e kam edukatimin tim, e t'i lidh bashkë të mësoj këtyre kalamajve, t'jenë prindrit të sigurt që po shohin diçka të veçantë, të mirë, të ëmbël, edhe fëmijët që të mësojnë sa më shumë. E doja këtë realitetin që është tash që jeta është shumë e shpejtë, nuk është mundësia për gjithë të flasin shqip në shtëpi, edhe sa mundohemi, unë nuk dua që ta heq atë lidhjen të prindërve dhe familjes që të flasin shqipe, të ndihmojnë fëmijët, por doa që të jem edhe një mënyrë tjetër që të ndihmoj familjet, që të kenë një bazë që thonë, oh, kjo kanal e di që është mirë, e di që ka edukatim, është e rregullt, edhe nuk do të kenë kalamaj diçka të keq të pa, po do mësojnë. Edhe ka ajo pasioni im që fëmijët të kenë gjuhën gjithmonë, mos ta harrojnë familjat gjithë vendet, jo vetëm në Amerikë, edhe në Gjermani, në Itali, që ta dinë që shqipja mos të harrohet as për fëmijët tonë. Edhe doja që t'isha një diçka të mirë për ata që të mësojnë, edhe t'jetë edukatim tamam, mos njetë pa kuptim. A kishit frikë ndoshta ato, apo a kishit ato merakun se ndoshta nuk do ndiqeshte mjaftueshëm, nuk do pëlqejeshte, nuk do ja arrinit atij qëllimit që të arrinit deri tek një audiencë më e gjerë dhe të gjithë të mund të vidhnin në aspektin e mirë të fjalës, pak dije dhe të mësonin pak më tepër shqip nëpërmjet videove tuaja. A kishit ato merakun se ndoshta nuk do ndiste ashtu siç ju dëshironit? Të them vërtetën as pak. Unë nuk kam pas asnjë qëllim që t'isha vetëm për shikime. Unë vërtet e kam pasion që fëmijët të jenë mbrojtur me kulturën tonë, mos ta harrojmë, sepse jemi shqiptarë, duhet ta dim atë identifikimin tonë, duhet ta dim edukatimin që edhe pak jemi larg, mos të harrojmë ku nga jemi. Edhe vërtet e di që është vështirë që thuash pse është arsyeja që fillove, ose a doshe vetëm shikime. Jo, shikimet inshallah vinë, por unë e kam vetëm të pasioni që të shohim gjithë nipat e mbesat e mia, familja, edhe shqiptarët me mësu anglisht, edhe të kenë një dikë që është në televizor, që është si ata. Kalamajt tonë të shohin një person që është shqiptar, edhe vërtet nuk e kam pas problem që a do më shohin ose jo, por vetëm qëllimi që fëmijët të kenë një person që t'i mësoj edukatimin shqipe. Ma kërkojnë tani njerëzit që ndoshta t'ju ndihmoni dhe atyre me shqipen, qofshin ato për fëmijët e tyre, apo ndoshta dhe të rriturit, ose ndoshta e keni menduar ndonjëherë dhe vetë për ta hapur në një kurs të gjuhës shqipe, qoftë online, qoftë fizikisht?
Po, pa fund, kam kërkesa gjithmonë që më thonë të lutem, na jep një mundësi që të bëjnë privat leksione ose të flasin në internet edhe familjerisë, po duan të shohin miselën, këndojnë me mua, duan të dëgjojnë këngët, të flasin e të mësojnë, edhe kismet në të ardhmen kam dëshirë që të filloj diçka që është më hapur, më shpërbli këta, si thua, misionin tim që të shohim Shqipen gjithkush, edhe me të ardhmet kismet bëjmë diçka më të madhe, por për tashi jam akoma mësuese, punoj, edhe jam pak e nxënë me këto, edhe kam parë që interneti me YouTube-in është kollaj për mua që ta shpërndaj, gjërsa të arrit në atë kohë që të hap diçka dhe më shumë. Po, me kismet me kohën, do bëjmë sa më shumë që gjua shqipe të rojnë gjithkush. Çfarë komenti ose çfarë mendimi keni për ata të cilët jetojnë jashtë vendeve shqipforse dhe që fëmijëve të tyre nuk i flasin shqip, apo çfarë porosie do kishit për ata? Porosia më e madhe është mos harroni shqipen. Shqipëria është vendi jonë, është vendi familjes, si gjeneratët tonë që vinë para nesh, edhe ta kenë krenari që t'jenë shqiptar. Unë thash, këtë kanale kam bërë si mënyrë tjetër që t'i ndihmoj, edhe kismet tjetë një diçka më lehtë që t'i ndihmoj ta mbrojmë atë shqipen, për gjithë edhe kush mundet edhe kush nuk mundet. Thash, dua që krejt fëmijët që kanë brezën, edhe veç pak nga Shqipëria, ta mbrojnë, ta duan, familjet tjena akoma krenari që ta kenë atë gjuhën shqipe edhe kulturën tonë, edhe dua që unë t'jem ajo pjesë, sa më pak, dua që t'jem vetëm ajo që mundem të bëj unë me këto videot, t'jem një pjesë të asaj të vazhdimit që vazhdojmë të duam ta dim Shqipen edhe ku jena ne, nga jena ne. Dhe ne urojmë që ashtu si çdo një ju Shqipen dhe Shqipërinë të duan të gjithë ata të cilët jetojnë në vendet në Shqipëri apo në vendet e tjera shqiptarëse, por edhe ata të cilët për zgjedhjet të tyre ose jo nuk jetojnë më në këto vende. Ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot. Është një thirrje kjo për të gjithë shikuesit tanë që jetojnë apo jo në këto vende ku flasin shqip, të ndjekin kanalin tuaj në YouTube dhe në rrjetet sociale, Little Shqip Learners, edhe nga vetë emri kuptohet se cili është dhe qëllimi, ku ka gjithmonë video të bukura shumë edukative mbi të gjitha, argëtuese, informuese, që besoj se do ju vinë në ndihmë të gjithë fëmijëve, por jo vetëm. Ju falenderojmë shumë që dhe ishte kënaqësi. Shumë faleminderit dhe ju, edhe mirëpafshim. Kalofshit mirë.